Sapo kemi përfunduar mbledhjen e Komitetit të Emergjencave Civile për qarkun e Lezhës me pjesëmarrjen e komiteteve të treja bashkive, të gjitha drejtoritë rajonale, qofshin këto të infrastrukturave kritike, transportit, energjisë, edhe ekipet vendore të kullimit. Kemi bërë një pasqyrë të situatës, sidomos në përgatitje të një fronti dytë meteorologjik në fakt që presim në orët në vijim. Siç jeni ndjeni, në orët e para të mëngjesit kemi pasur situata komplekse, sidomos në bashkinë Kurbin dhe disa zona urbane të Lezhës në fakt, por situata është stabilizuar progresivisht, ka pasur një ndërhyrje nga bordi i kullimit në disa argjinatura. Si kundër kemi pasur dhe vërshime pronjsh nga lartësitë edhe të bashkisë Kurbin dhe njësisë Milot, ku na është dashur të ndërhyjmë pranë banorëve në mënyrë që të mos kemi problematika. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë tani është që kemi situata ku na duhet të vazhdojmë ndërhyrjen me fadroma, me ekskavator, qoftë në zonën e Fushmamurasit apo edhe në zonën e Thumanës përballë, pra janë të dyja bashkitë mobilizuar në terren dhe me një dyfishim të mjeteve në argjinaturat përkatëse, të cilat kanë t'i kaluar kapacitetin praktikisht edhe në dy vende janë shëngur. Duam që ta rehabilitojmë atë zonë në orët në vijim, ndaj dhe kemi kërkuar dhe një shtesë të numrit të mjeteve dhe Ministria e Bujqësisë është e angazhuar maksimalisht në terren, mund ta konstatoni dhe vetë në çdo moment.